Ledio, plasët në ekran. Irani blokon Hormuzin, gjirin e atë ngushtisën e Hormuzit, që duhet të rregojmë dhe shohim tani në hartë atje. Krizë globale e energjie, kush përfiton kulla? Kjo është pyetje që kemi për sonte, sepse edhe kjo është e gjerë shumë, por ne për arsye kohë do fokusohemi te pjesa kush përfiton nga ky bllokim që i ka bërë Irani ngushticës së Hormuzit. Pikërisht kemi dhe kush përfiton dhe kush goditet. Dhe kush goditet. Pikërisht ngushtica e Hormuzit është ajo që shikoni atje zonja Zotrinj, nxirret edhe një herë Ledio. Është pikërisht ai momenti ku një pjesë e tokës hyn te një pjesë tjetër e tokës. Si proces biologjik duket. E kuptoni edhe vetë ju. Ja do nxjerrë Ledi tani. Ja, e shikoni? Duam nga do të rrotullohemi atje riciklohet gjithçka. Në këtë moment kemi 3.000 anije në brenda gjirit persik. Nga cilat 3.000 anije. Po. Po çfarë janë këto 3.000 anije? Anije nafte gaze. Si janë atje? Brenda gjirit persik në gjithë vendet, nga Kuvaiti, Irani. Jo te ngushtica. Jo, po janë bllokuara nga ngushtica, nuk po dalin. Po. Dhe le të shpjegojmë një herë çfarë po ndodh, domethënë që iranianët kanë bllokuar Hormuzin. Këtej ata ndodhet baza britanike, por britanikët nuk kanë futur veten akoma në luftë hapur me Iranin. Kur thuam ata, pjesën këtu nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe pjesa lart që shohim është Irani. Pjesa këtej është Emiratet dhe këtu është Omani. Pra, këtu mes Omanit dhe Emirateve është një ishull i vogël aty. Ajo është bazë britanike, e cila ka shërbyer gjithmonë si një pikë mbështetëse për anijet perëndimore dhe sigurie. Çështja është që Britania e Madhe deri tani nuk ka quajtur ende vetën në luftë me Iranin, siç e ka quajtur Amerika dhe Izraeli. Atëherë, nëse vazhdon ky bllokim, pra në këtë moment vetëm 0.5% e anijeve mund të lëvizin, ato që lejon Irani. Çfarë thotë Tukulla? Aty thot ngushtica e Hormuzit dhe rrugët, domethënë, është rruga kryesore për transportin global të naftës dhe të gazit. Tani Omani ishte pika e vogël që është në fund lart apo jo? Jo, Omani është ky shteti i fundit këtu. Ajo pika është ai ishulli që thash dhe ajo pika është Çfarë harta është bukur janë këto. Irani siç e shef nga lart është gjithë i rrethuar nga malet, domethënë. Dhe tani nëse vazhdon kështu, që amerikanët se ku janë, shikon që gritë. Amerikanët janë gjithë rrotull i Iranit, kur ishin në Afganistan ishin edhe nga ana tjetër, por tani nuk janë më ande nga ana tjetër. Pra, është vetëm këtej, se thua është në jug si i bie në është nga Kurdistani i Iraku dhe derisa vjen në ndërsa nga ana tjetër nuk janë. Jo, se ishin pra u tërhoqën nga Afganistani dhe kjo është dobësia e perëndimit se me tërheqjen nga Afganistani i hapi rrugën e Iranit që të lidhet me Kinën me tuba nafte. Ndryshe po të ishin atje, do ishte situata ndryshe tani apo? Situata do ishte ndryshe dhe nuk do kishte ndonjë pretendim që të kalonin tubat e naftës dhe të gazit. Po, vazhdojmë kullatë e Hormuzit. Pra, duke qenë që kemi që nga gjiri persik furnizohet 20% e naftës botërore dhe nga gjiri persik furnizohet 25% e gazit botëror, me gjiri persik nuk kuptojmë Iran, Kuvajt, Arabi Saudite, Bahrein, Katar, që është fuqia e madhe e gazit, është fuqia e dytë e gazit në botë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani. Ndërkohë, vende të tilla si Katari, Kuvajti, Emiratet, Bahreini nuk kanë një rrugë dalje tjetër të naftës dhe të gazit tyre, por edhe Arabia Saudite që ka rrugën këtej nga deti kuq, i ka 90% të burimeve i ka këtu tek gjiri persik. Pra, këtu është bllokimi i drejt për drejt i burimeve energjetike. Ç'mundsi kanë gringo tani? Tani të vite analiza. Okej, ky është informacioni, bravo, jam dakord me ty. Të vite analiza. Analiza është që sot kush goditet drejt për drejt nga bllokimi i gjirit i Hormuzit janë një, këta që do shesin, vendet arabe, pra kompanitë multinacionale perëndimore këta që do shesin, janë ata që do marrin, në rastin konkret vendet aziatike, Kinë, Indi, Vietnam, Filipine, Japoni, Indonezi, pra gjithë vendet që vinë andej, dhe Europa, e cila ja ka futur vetes kështu me thik kur i vu sanksionet Rusisë dhe Rusia sot nuk e shet. Ma komentoj që të kullas e ti i di këto grafikat. Tani, rend krut thot, ajo thot sa shkoi çmimi i naftës kur filloi lufta në Ukrainë dhe shkojnë $120 për fuqi.
Në këto ditë, pa vetëm me një javë luftë, çmimi shkoi nga $60 për fuqi në $90 për fuqi. Pra është rritur. Është rritur me $30, por nëse vazhdon kështu, ajo do ta kalojë edhe $120 që kaloi atje. Tani ku është problemi? Që Kina ka sot vetëm një burim. Dhe burimi që ka Kina është Rusia. Prandaj edhe Rusia i thotë unë kam luftën time, vjen keq për çfarë po ndodh në Iran, po unë kam luftën time atje. Po pra. Në anën tjetër, edhe SBA-ja, pra viktima tjetër është Evropa. Shik gazi kulla. Po gazi është kështu, me rritje kështu. Në anën tjetër, viktima tjetër është Evropa, sepse Evropa nuk mund të furnizohet më me gaz dhe me naftë nga Rusia për shkak të sanksioneve që i ka vënë vetes. Kush mund të shesi në tregjet botërore, sot për sot kush është? Sot për sot kush mund të shesi në tregjet botërore janë Amerikanët, Kanadezët, Algjerianët dhe Rusët. Pra përfiton dhe Algjeria, thot. Po Algjeria te gazi fiton shumë, sepse është shumë afër Evropës. Ka fituar gjithmonë. Dhe është shumë e rëndësishme, dhe këtu është pjesë e rëndësishme, pse Shqipëria është e rëndësishme këtë moment, se ne merremi me kampin e Manzës, pa ajo është një gjë shumë periferike. Shqipëria është e rëndësishme sepse është pika fundore e tapit. Tapi sot kthehet në një pikë, në një moment shumë strategjik për tregtinë globale të gazit, sepse është vija fundore që shkon drejt Evropës, drejt Italisë. Pra tapi vjen direkt nga Azerbajxhani, kalon nëpër Turqi, Greqi dhe vjen në Shqipëri dhe shkon në Itali. Në këtë moment tapi kalon në Greqi, më duket se jo. Po kalon. Po nga vjen në Shqipëri. Po më duket se kalon në këtu më dha. Kalon nga në Turqi, Bullgari, Maqedoni nga Veriut. Greqia ke gabim. Kalon në Greqi tap. Kjo është një nga pikat që Maqedonia do të donte një ndarje të tapit, po vjen pra nga Korça, vjen nga kufiri. Mendova se nuk kalon, nuk e dija, mendova se kalon në Maqedoni e Veriut, po. Dhe Shqipëria kthehet në një pikë shumë strategjike, e cila është për të furnizuar pjesën tjetër të Evropës, por pompon gaz që është gaz azer, rus, Turkmenistan, Kazakistan edhe iranian, sepse është gazi i Shadenizit, i fushës Shadenizit që vjen nga deti Kaspik. Dhe në këtë moment po funksionon kjo sot. Po tapi funksionon. Në këtë moment, në këtë krizë që po vjen, tapi do jetë një nga pikat më të rëndësishme. Prandaj Shqipëria është pikë decisive, është pjesa fundore e tapit. Kthehemi te krizat pra në këtë moment, nëse vazhdon bllokimi, vendet e gjirit kanë problem se nuk do nxjerrin dot naftën dhe gazin në treg, do kenë probleme të jashtëzakonshme me mirëmbajtjen e puseve edhe të burimeve të gazit. Do të ndërpres pak këtu. Po, patjetër. Dhe kush paguan koston më të lartë është Kina, India, Evropa. Prit pra tani. Një gjë nuk kuptojmë vëlla. Po. Evropa, dakor, po ti the që do apo është e pamjaftueshme. Ti the që gazi që vjen nga Azerbajxhani kulla. Është shumë e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme, dakor. Por është prandaj është shumë e rëndësishme sepse dy burimet e vetme që ngelet sot. Të paktën të mos ngelet pa gjë thua ti. Po se disa çështja është që përveç se sasisë, që nuk e garantojnë dot, po pra, se duhet marrin problemi është çmimi. Është çmimi po. Sepse këto janë çmime që shiten me future. Tani këto momenti po flasim ne, është rritur këtu, u rrit në Shqipëri nafta e benzina. Është rritur nafta, më sa di unë nesër qeveria bën një mbledhje me këta tregtarët e tjerë. E njëjta gjë, po deja vu po. Po nuk varet nga këta shumë pastaj. Sepse nëse çmimet në tregjet ndërkombëtare këta, se ne duke qenë treg i vogël s'kemi ç'bëjmë, e para duhet siguruar dhe e dyta duhet siguruar me çmime të ulta. Tani leti do kthehej edhe një herë te harta që duket Arabia Saudite. Leti më kthe pak të lutem, sepse te Ormuzi jemi, po më duhet ajo harta e çik. Jo, nuk është kjo leti jo. Më duhet harta ku duket Arabia Saudite, ajo tjetra. Bravo. Orgulla. Fani sekond më. Dakor, ngushtica Hamani, ajo ngushtica e Ormuzit është bllokuar, dakor për momentin. Po shive gjithë detin që është poshtë, jo atje në Katar, as e Emiratet, nga Omani dhe gjithë pjesa poshtë. Se kanë, nuk e la, duhet dalin Oman, se la, e para Omani është me male dhe nuk kanë rrugë dalje në... Ore, nuk ka rrugë fare poshtë të vend poshtë jug. Nuk e nxjerrin dot. Po pse? Po se tillë është gjeografia atje, kurse në Jemen është një vend komplet jashtë kontrolli. Jo, nuk flas për Jemenin, jo. Unë flas poshtë Omanit që është ajo kuqe nuk e nxjerrin dot. Omani s'ka rrugë, është mal Omani gjithë. Dhe Jemeni është i padalshëm. Dhe këtu e vetmja mënyrë për dalë Arabia Saudite. Prandaj thash Arabia Saudite 80% të burimeve i ka këtu në gjirin persik, 20% i ka në qendër edhe në detin e Kuq. Po nga deti Kuq nxjerr gjithë apo jo, nuk para ka kosto shumë të lartë transporti, dyta duhet bëjnë naftsjellës dhe gazsjellës që ata janë duke ndërtuar, po në këtë moment nuk i kanë. Qartë. Dhe kjo
kjo do të sjellë dhe po sjell bllokimin më të madh, por në të njëjtën kohë ki parasysh se ata që po përfitojnë nga kjo gjë, përveç pjesës inflacionit që amerikanët do ta vuajnë inflacionin për shkak të rritjes, por po përfitojnë të ardhurat sepse do bllokohet ekonomia kineze dhe ekonomia indiane, do rriten kostot e Kinës dhe të Indisë, do ndalet industria e Azisë nga kjo histori, dhe në anën, kjo është arsyeja pse Kina... Por është absolute kjo analizë më mundësi, se duke sikur është katastrofike, apo jo? Kjo është arsyeja pse... Thjesht mund të ketë një stagnacion, po jo se do ketë... Jo, do ndalet çfarë, se po s'doli nga ty ku do t'i marrin. Kjo është arsyeja pse Kina kërkon me çdo kush që të bëjë naftësjellësat dhe gazësjellësat nga Irani në Kinë që të pavarësohet nga nafta dhe nga gazi rus. Por më Kina që ka gjithë të në të njëjtën kohë Rusia do ja shes edhe Indis naftën, edhe Kinës, pra India merr 45% naftës sot e merr nga Irani dhe pjesën tjetër e merr nga Rusia. Ndërkohë Kina merr 90% të naftës dhe të gazit e merr nga Irani. Dhe tani është e detyruar që të shtojë sasitë që vijnë nga Rusia, por është e detyruar të blej me çmimet e reja të tregje. Naftë dhe gaz nga vend tjetër i globit, versus këtu nuk ka ku gjejnë, apo jo? Jo, ka Amerika naftë, është eksportuesi i tretë në botë. E di. Dhe është një nga mbajtësit më të mëdhenj të botës, por problemi është... Ka që të lëngshëm ajo, si e ka? Problemi është se do ta... Si quhet ajo? S'ka asnjësi, ka dhe Venezuela. Problemi është që do ta shesin, ka Nigeria, por problemi është që do ta shesin me çmimet e larta të tregut. Dhe nëse shkon me 120, 130 apo $200 sa shkoi në kohën e luftës së Irakut, çështja është që tu do çmenden gjithë tregjet dhe ndalon ekonomia, bursat çmenden. Çmimet çfarë bëjnë, rriten apo ulen? Rritet çmimet në mënyrë katastrofike. Të gjitha çmimet, jo vetëm pra gjitha çmimet që lidhen me të, sepse ki parasysh që imobiliaret rriten apo ulen? Imobiliaret bien. Po pse? Po sepse bie fuqia, pra si rrjedhoi krizës ekonomike. Po sigurisht. Edhe po të vazhdoj droga. Kjo është një argument tjetër, mos më hiq nga kjo. Parantezisht. Ti e ke hallin këtu çam, po flasim. Po pse ku e bëjmë emisionin? A e bëjmë Shqipëri valla? Po pra po flasim për shpjegojmë krizën. Rregull, po na jep në një pasojë në Shqipëri, në një efekt ta kuptojmë. Do japi efekte të rënda Shqipërinë ekonominë shqiptare, sepse ne jemi importues të gazit dhe të naftës. Do i bëjmë mirë atyre që prodhojnë naftë dhe kanë këto puset e naftës me koncesion Shqipëri që eksportojnë jashtë. Ata do fitojnë para. Që eksportojnë. Po që eksportojnë, pra që marrin naftën krudo nga Shqipëria dhe eksportojnë. Po kush bankers është? Po bankers janë dhe 3-4 operatorë tjerë. Dhe... Po këta mora masë, këta halkam. Këta kasrate, këta mos do ata do shesim... Mos vjenë vështirësi të shkretë dokullase. Ata do e blenë më shtrenjë, do e shesim më shtrenjë. Shu që tregtarë... Regull janë ata. Tregtarët atë punë ka... Aman të keqen e pra, se unë e të kam malë. Blenë më shtrenjë, shesim më shtrenjë. Ata kam malë, se mos a mërzditin ata. Dhe pastaj ne kemi si do përgjigjet Kina. Kina përveç se mbështetjes ushtarake ndaj Iranit dhe mbështetjes ekonomike, në mënyrë se po Irani, Kina praktikisht humb çdo shans që të ketë një gazsjellës dhe naftësjellës direkt. Kina tani nga e merr gazin dhe naftën, tani që u gazin më shumë. Nga Rusia. Nga Rusia. Po, dhe Kazakistani. Putini ashtë. Këta japin Kinës apo jo? Dhe Kazakistani. Po me çmimet e larta ndërkohë. I risin çmimin thuat. Po, nga Irani, ata i kishin me nëse bëhet gazsjellësi dhe naftësjellësi nga Irani. Se Putini si u ka marrëdhënie të mira me Xino akulla. Po ka marrëdhënie shumë mira, po ndërkohë çmimet po rriten dhe do shesë se do mbaj ekonominë. Mos më hiq të lutem fokusin nga. Po vjen keq. Si ishte ai qëllimi? Tani si do përgjigjet Kina? Nëse në këtë anë, pra Kina po vihet në vështirësi të rënda për shkak të sistemit energjetik me këtë gjë që po ndodh, në anën tjetër Kina do i kundërpërgjigjet botës, sepse Kina ka 70% të mineraleve të rralla, mund të ndaloj eksportin e mineraleve të rralla dhe të ndaloj sistemin industrial botëror të nanoteknologjisë, të data centereve, të gjithçka që ka të bëjë me mineralet e rralla, duke futur në krizë edhe Evropën, edhe Amerikën, pra pjesën tjetër perëndimore. Pra, nëse në rastin e luftës ushtarake, botërore, thash që nëse vazhdon kështu, ne jemi në rrugën që, në rastin e luftës ekonomike, është e qartë që nëse vazhdon kështu, ne jemi në luftë botërore, ekonomike, ku gjithë do ja fusin gjithëve. Dhe kjo luftë, për shkak të interesave të mëdha që ka, pastaj do spostohet në Afrikë, ku aty përplasen hapur edhe India dhe Kina me fuqitë perëndimore, se kush do kontrolloj burimet e tjera që vinë nga Afrika. Zoti Kulla, para se... E cila nuk është larg nga këtu. E cila nuk është larg. Po. Jo, atje është pak më poshtë. Po. Ore Kulla, para se të ikim të vim në Katund. Po. Kam një pyetje tjetër unë, se nga që s'pata rastin të kisha në momentin filloi lufta, ti e parashikove po s'të kisha dot.
Sa në qoftë se fatkeqësisht do zgjerohet akoma më shumë rrethi. Dakor, do vinte ky skenari katastrofë që thua ti. Ragnarok. Sa e rrezikuar është Ballkani dhe Shqipëria, sepse më çove disa mesazhe dje më duket që ka një alarm në Itali, ka ndodhur diçka në Itali. Më tha ministri i Mbrojtjes dhe ministri i Jashtëm i Italisë. Pikërisht pa. Që Italia është në linjë të parë dhe është ekspozuar drejt për drejt edhe nga kriza ekonomike dhe nga sulmet iraniane. Po nga sulmet iraniane pse? Çfarë po bën Italia? Se Franca po dërgon atë me vonesë. Charles de Gaulle që s'ka lidhje, sepse italianët logjikojnë që nëse zgjerohet konflikti, Italia duke qenë fuqi mesdhetare dhe duke qenë që vjen direkt pra, nëse do goditet Evropa, Italia është vendi i parë evropian që vjen në goditje pas Greqisë, se Greqia është aty poshtë, e cila është dhe Italia, këto janë dy vendet. Dhe normalisht nëse do goditet se linja nga lindja është e drejtë, pra është Italia, jemi ne, është Maqedonia, është Bullgaria, është Turqia, është Irani. Është një vije drejt, po të shohësh hartën është një vije drejt kështu. Qartë. Qeveria italiane në parlament, jo unë, pra ministri Crosetto dhe ministri Tajani raportuan në parlament dhe thanë që Italia, nëse lufta zgjerohet, është në vijë frontale drejt për drejt me konflikt. Pa ata kanë të dhëna, apo e thonë kështu si marrin masën përgjithësi? Kanë të dhëna, po bënin mbledhje shumë të rëndësishme në komisionin. Po Meloni vetë s'ka thënë asgjë. Meloni ka mbledhur disa herë Komitetin e Sigurisë që ka ajo dhe ka shkuar pikërisht për këtë arsye me krerët e shërbimeve të ushtrisë, marinës, diplomacisë e tjerë dhe ka shkuar dhe tek presidenti që të vendosin se çfarë do bëjnë. E para, a do t'ja lejojnë amerikanëve përdorimin e bazave italiane në Sigonella, në Sicili, edhe to që ndodhe në pjesët e tjera në luftë kundër Iranit. Dhe dyta, çfarë masash do të marrin nëse ata do të sulmojnë në territorin. Po se deri tani Italia se ka dhënë drejtësi jeshile për të përdorur bazat amerikane. Po pse? Po se ka dhënë sepse duhet marrë një vendim politik me atë punë po marrë. Dhe kjo ka qenë lufta e këtyre ditëve në Itali. Ndërkohë këta spanjollët të majtët që janë në pushtet, si e ka emrin? Spanjollët kanë thënë ne jemi kundër Iranit. I bën sfidë Trump. Ne jemi kundër Iranit, po sigurisht sepse spanjollët, Trumpi bëri sfidë spanjollëve me Venezuelën dhe me Amerikën e cila është hispanike dhe spanjollët nuk e ndjen veten mirë as pak në ato që ndodhi, duke thënë që jemi ne që përgjigjem për hispanikët, nëse jemi aleat, dhe në këtë moment spanjollët po i kthejnë ki parasysh Spanja ka qenë perandori e madhe. Ka qenë po. Arsyeton një moment caktuar me këto logjika dhe Spanja po i bën krashillok administratës Trump duke thënë që ju nuk na pyetët dhe ne nuk ju pyesem dhe nuk qëndrojmë në trenin tuaj. Por nuk janë të vetmit. Edhe britanikët nuk janë në këtë tren. Po jo, Starmer u rreshtua apo? Nuk janë në këtë tren, ta thash, nuk ja kanë vënë bazën në dispozicion, s'kanë që bëjnë, sepse ka një bashkëpunim ekonomik, por është herë e parë që britanikët dhe amerikanët janë, sepse dhe britanikët thotë ju e filluat luftën pa na pyetur, duke ndjekur Izraelin. Dhe një lloj forme, vendet europiane, cilat në rastin konkret Spanja është një vendi më katolik i Evropës. Vend se mos harrokulla që spanjollët harrojnë që janë mundur nga amerikanët, në 1899. Kjo është tjetër gjë, po flasim. I morën dhe Filipinët ato. Po flasim për tjetër gjë. Pra, po flasim që katolikët nuk janë shumë të lumtur që do hyjnë në luftë me botën islame për shkak të hebrejve dhe Izraelit. Dhe Spanja është vendi më katolik i Evropës dhe pastaj vjen Italia. Pra, kemi këtë argumentin tjetër dhe pastaj kemi vendet e lindjes që janë shumë të shqetësuar, të cilët kaluan nga 4 vite luftë Ukrainë, Rusi që pati drejt për drejt goditjen në ekonominë e tyre, flasim këtu Slovaki, Poloni, Hungari, Çeki, dhe tani kemi edhe këtë valën tjetër të krizës dhe vendet e lindjes ndodhen mes, pra nëse ti je shef hartën, ka një luftë në lindje dhe një luftë në jug, domethënë. Dhe e fundit fare, ngushtica e Ormuzit, e famshme, dhe Ledio kthehet direkt tani. Ngushtica e Ormuzit, kulla. Sa gjasa ka ose sa shanse ka që amerikanët ta zhbllokojnë? Me dy fjalë se jemi në fund. Gjasat janë, nëse amerikanët nuk vendosin ta pushtojnë, Iranin gjasat janë shumë pakta. Mund të më thuash teknikisht, ushtarakisht, kur thua e kanë bllokuar iranianët, si e kanë bllokuar? E kanë bllokuar me gjitha mjetet goditse nga, sepse është vetëm 38 kilometra. Po, shumë afër. Shumë afër, me gjitha mjetet. Është Durrës Bari, më duket, jo, është pak më shumë. Jo, më 38 kilometra si apo është më pak? Si këtu në Durrës, çfarë? Qartë. Është shumë afër, pra ata mund ta godasin se kanë dhe ishujt ata aty nëse ti shef. Ç'është ai ishull atje, Iranit është? Iranianë ato ishujt aty. Edhe ata mund ta godasin në çdo moment nga ishujt me armatimet që kanë në det, mund ta godasin nga toka,
mund të godasin me raketa, pra të gjitha kompanitë tregtare. Në këtë moment një nga krizat më të mëdha në tregun e transportit detare. Dikush është çështja e asiguracionit, pra të sigurimeve për anijet. Sa i madh, jo. Dhe në këtë moment vetëm anijet turke mund të lejohen të futen Sa po atje. e tha? Por me anijet turke, po nëse përfshihet Greqia, sepse deri tani kanë përdorur dhe flamujt grek, po nëse përfshihet Greqia s'do lejojnë as grekët futen aty. Dhe kjo është kriza tjetër pastaj, cilat do të jenë portet e lejuara dhe cilat do të jenë kompanitë detare që do duhet. Përveç kostos që kanë kompanitë detare, se mbajtja e një anije aty, nga 3.000 ca anije, ka kosto shumë të larta. Dhe është ajo që unë thash fillim, po që ti më ndërpreve, vendet prodhuese do kenë një problem shumë të madh, nëse nuk i lejohet të eksportojnë, se çfarë do bëjnë me puset. Se nëse do mbyllin prodhuese ke fjalën për Arabinë Saudite, Arabi Saudite, Katar, Emirate, Kuwait, Bahrein, pra nëse nuk i përdorin naftën e puseve, ata duhet mbyllin puset. Rihapja dhe mbyllja e puseve, mirëmbajtja e puseve kanë kosto shumë të larta. Përveç goditjes që mund të kenë puset me armë e tjerë. Pra çështja është që në një moment caktuar çdo bëjnë arabët. Do hynë se deri tani arabët janë indirekt në luftë, për shkak se ata kanë bler borxhin e jashtëm amerikan. Me pak fjalë çan ta shpjegoj me pak fjalë. Kush mund të financojë sot vazhdimin e luftës? Pra, nëse vazhdon lufta, do duhet nga 1 miliard në ditë. 1 miliard për izraelitët dhe amerikanët dhe 1 miliard për iranianët. Iranianët e thanë mund ta financojnë luftën e tyre vetëm nga Kina. Mundet. Kina, sepse Kina... Jo, po nuk është dhënë drita e shile. Kinezët ende nuk dhënë drita e shile se s'kanë ç'bëjnë kinezët, se është vetëm me atë naftë e gaz mund të rrinë. Dhe në anën tjetër, pra përveç armatimeve që marrin nga... Se në fakt lufta është kush paguan këtë drejt. Dhe në anën tjetër, amerikanët nuk mund ta paguajnë pafund luftën e Izraelit, sepse 1 miliard në ditë janë shumë, dhe këtë luftë po e paguajnë Sauditët dhe vendet e gjirit. Po që Sauditët dhe vendet e gjirit ta paguajnë këtë luftë nëpërmjet borxhit jashtëm amerikan, pra duke bler borxhin e jashtëm amerikan dhe duke dhënë cash flow përmes rritjes së çmimit të naftës edhe të gazit, nafta kryesisht për Arabinë Saudite, ata duhet të kenë mundësinë e aksesit të kësaj në treg. Dhe kjo është arsyeja pse janë çmendur çmimet, por ndërkohë kompanitë amerikane, kanadeze, britanike në detin e Veriut, nigeriane, pra kompanitë multinacionale dhe rusët po bëjnë batërdin me shitje me çmime shumë të larta. Tani janë duke fituar shumë thotë. Dhe kjo është arsyeja pse rusët tonë vazhdojnë luftën, kjo është arsyeja pse këta thonë vazhdojnë luftën, dhe në gjykimin tim kjo do jetë ekonomia do jetë arsyeja pse lufta do vazhdojë. Pra deri në momentin që amerikanët nuk sigurohen që Kina nuk do lidhet me naftë dhe me gaz me Iranin, Irani ka dy zgjidhje: o të gjejë një marrëveshje me amerikanët që të hejdor dhe nga programi raketor, por edhe nga shitja e naftës dhe gazit të Kinës, dhe në anën tjetër, Kina duhet të shohë se si do të sigurojë burimet e tjera energjetike në mënyrë që të mos ndalojë ekonomia kineze, sepse ndalimi i ekonomisë kineze ka kosto të brendshme për Kinën. Me pak fjalë ta kuptojnë njerëzit. Kinezët kanë një treg 1,5 miliard njerëz brenda. Dhe nëse kinezët ndalojnë se eksportuari jashtë, do duhet që kinezët të fillojnë prodhimin e brendshëm, atë që kanë eksportuar jashtë deri tani, ta shesin në tregun e brendshëm, i cili është shumë i lartë dhe i madh. Por nëse rritet konsumi i brendshëm me të mirat materiale, në më pak se 10 vjet shoqëria kineze rrit cilësinë e jetës. Nëse sot kemi për shembull 60 milion miliarder kinez, pas 10 vjetësh do kemi 200 milion miliarder kinez. Dhe duke rritur cilësinë e jetës, do të thotë që kinezët nga brenda do të fillojnë të kërkojnë drejtat e tyre demokratike, dhe aty rrezikohet Kina nga brenda dhe sistemi politik i Kinës dhe shpërbërja e Kinës, pra në afat gjatë. Pra nëse ne shohim në afat gjatë amerikanët po vënë një bast të madh, do ta arrozojmë apo do ta arrozojmë BRICS-in, ose mirë do ta arrozojmë as do ta arrozojmë Kinën. Dhe këtu ne kuptojmë për çfarë janë marrë vesh në Alaska ata Putini me Trump në takimin që bëri. Dhe sot rruga e vetme që Kina ka për të patur akses të burimet energjetike është nga deti i Veriut, se nëse mbyllet edhe deti nga deti i Veriut që vjen ku? Pra nga Arktiku, nga poli Veriut. Po nga vjen ajo pra? Nga poli Veriut, kinezët mund të kalojnë në poli Veriut. Kaluar thotë. Mendova se mos thoshje për burimet për gaz. Po nga poli Veriut, po dhe atje ka burime energjetike në polin e Veriut. Polin e Veriut e kontrollon Rusia dhe Amerika, dhe ato pak vende që janë. Kjo është arsye pse amerikanët duan Alaskën për shembull. Jo, duan këtë Grönland. Grönland, po.
Dhe mënyra tjetër për të furnizuar për kinezët edhe për të shitur, por edhe për të marrë është që janë jetë kalojnë poshtë nga Oqeani Indian në Afrikë të Jugut dhe dalin në... Pra ka një mundësi thua ti, po të jetë... Dhe kostot do jenë të tmerrshme dhe ekonomia kineze do të ndalet edhe fuqia e Kinës do të bie në rënje. Prandaj po them që duke qenë që kriza globale ekonomike i ka gjitha trajtat e një lufte globale ekonomike, e shoqëruar me luftën në terren, pra nëse lufta vazhdon, na krijohet fiks ajo stuhia perfekte për të patur luftën e tretë botërore. Ja, ma jo, nuk e lë kullën u tiki, jo të mbajt e paklet, jo nuk mundem. Shë në i fond pa parë, sot, ba. Ja erdhëm, rridhe që me mua, kuba. Digjo, sa po t'je bëja një pyetje më në burë. Digjo, le t'jo, bëjmë një gjiro në